Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani ka kujtuar 26 vjetorin e betejës së Kosharës. Ajo ka thënë se Kosharja ishte një akt i pastër besimi se për liri, populli i Kosovës është i gatshëm ta paguajë çdo çmim. Presidentja ka theksuar se aty ku regjimi gjenocidal i Serbisë kishte ngritur murin darës me Shqipërinë, vajza e djemë të UÇK-s ngritën një ideal, e mbollën guxim e frymëzim për brezat të tërë, duke shtuar se aty ku dukej e pamundura, ata sollën fitoren. Sot gjatë ditës në Koshare, ku 26 vjet më parë në një betejë të ashpër u thye kufiri Kosovë-Shqipëri, janë bërë homazhe në kompleksin memorial dëshmorët e Kosharës. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se po bëjnë homazhe tek varret e dëshmorëve që t'ja kujtojmë vetës se sa e lartë ishte sakrifica e tyre. 26 vjet më parë me betejën e lavdishme të Kosharës, ushtria çlirimtare e Kosovës, me luftëtar nga pothuajse të gjitha njësitë të zonave operative të saj, e shembi kufirin që ndonte shqiptarët, kufirin që ndonte Kosovën nga Shqipëria, e që ishte i vjetër që nga viti 1913, respektivisht 1918. Nga radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ranë dëshmor 114 luftar, me në krye komandantin Agim Ramadani Katanën. Edhe në komunën e Kaçanikut janë kujtuar 28 dëshmorë dhe 32 martir në 26 vjetorin e rënjes. Kryeministri Albin Kurti thanë se në betejat në Lagjën e Re dhe në Rakoc nderojnë të gjithë dëshmorët në betejat e Kaçanikut, në veçanti 4 gra dëshmore që ranë duke u mbrojtur si popullsi civile. Po vim nga Kosharja ku nderohet 26 vjetori betejës epike, e cila e shembi kufirin që i ndonte shqiptarët dhe i dha një hovë të jashtëzakonshëm çlirimit Kosovës. Jemi këtu në Kaçanik për të nderuar kujtimin e burrave dhe grave që lanë pas trashëgimi të pashembull të guximit dhe të dashurisë për atë vend. Në betejat në Lagjën e Re dhe në Rakoc ranë heroikisht 28 dëshmorë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe u vranë 28 martir. Jemi këtu për të nderuar të gjithë dëshmorët dhe martirët në betejat e Kaçanikut. Nderojmë në veçanti 4 gra dëshmore që ranë duke u mbrojtur si popullsinë civile. Kushtetuta e Kaçanikut, përveç se gurthemel i shtetësisë Republikës Kosovës, është triumfi i legitimitetit popullor të vullnetit të lirë qytetar mbi regjimin jo legjitim e shtypës të Serbisë. Ky vullnet i lirë dhe i lehtëshëm u kurorëzua me luftën çlirimtare të popullit shqiptar, të organizuar e të udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës për bashkim e për liri, për çlirimin e Republikës së Kosovës nga okupimi e sundimi serb në qershor të vitit 1999. Jemi mbledhur sot këtu në këtë vend për të shprehur ndjenjat e pikëllimin, por dhe krenarinë e vëllezërve, bashkëlutetarëve, baballarëve, gjyshërve që ranë këtë vend për të mos vdekur kurrë. Këta ranë këtë vend sepse nuk e deshën jetën në robëri. Po sot shënohet 17 vjetori i miratimit të Kushtetutës së Kosovës, e cila u ratifikua me datën 9 prill të vitit 2008 dhe hyri në fuqi me datën 15 qershor të po atij viti. Presidentja e vendit ka shkruar se Kushtetuta është kontrata jone e përbashkët për një shoqëri demokratike të drejtë dhe të barabartë. Sipas saj, ajo garanton liritë dhe të drejtat themelore të çdo qytetari pa dallim etnie, gjinie apo përkatësie, duke vendosur sundimin e ligjit si themel të funksionimit të institucioneve. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka uruar qytetarët me rastin e 17 vjetorit të miratimit të Kushtetutës. Ai ka shkruar se Kushtetuta përfaqëson aspiratat historike të popullit të Kosovës për liri, barazi dhe drejtësi, ndërsa vlerësoi se ajo është më shumë se sa një akt juridik, është udhërrëfyes drejt shtetëndërtimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njerëzit.
Komiteti për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian ka votuar draft rezolutën për Kosovën, në të cilën mes të tjerash kërkohet heqja menjëhershme e masave të BE-s. Autori i raportit është Rio Teras, raportuesi këtij institucioni për Kosovën, i cili tashmë ka porositur se vendi i Kosovës është në BE. Në këtë dokument mbështetet aplikimi i Kosovës për antarësim në BE dhe ftohen vendet anëtare të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë pa vonesa të tjera. Parlamenti Evropian mbështet edhe kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës dhe planin për t'u bashkuar programit të partneritetit për paqe të NATO-s. Keqardhja e veçantë shprehet që Serbia nuk i ka nxjerrë para drejtësisë kryerësit e sulmit terrorist në Banjsk, përfshirë ish nënkryetarin e listës serbe, Milan Radojčić. Presidenti Vjosa Osmani ka pritur në takim ambasadorin e Finlandës në Kosovë, Mati Nisinen, me të cilin diskutuan mundësit për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe, me fokus të veçantë në fushat e sigurisë, arsimit dhe të zhvillimit ekonomik. Në njoftimin e presidencës, thuhet se gjatë takimit u diskutua gjithashtu për vizitën e presidentës Osmani në Finlandë, e cila do të realizohet nga fundi i këtij muaji. Kjo vizitë pritet të kontribuojë në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes të dy shteteve dhe të thellojë bashkëpunimin në fushat e interesit të përbashkët. Osmani ka pritur në takim edhe një delegacion nga Mbretëria e Bashkuar. Kryeministri Albin Kurti ka pritur në një darkë pune deputetet e Komisionit për Punë të Jashtme të Asamblesë Parlamentare të Francës. Në njoftimin e kryeministrisë thuhet se në takim u diskutua për marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet Kosovës dhe Francës dhe për rëndësinë e diplomacisë parlamentare për thellimin e mëtejmë të tyre dhe zgjerimin e bashkëpunimit ndërshtetëror. Gjithashtu diskutuan edhe për raportet me Serbinë, procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli, për marrëveshjen bazike të arritur atje dhe për aneksin e saj të zbatimit. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se në njësinë B2 të termocentralit Kosova B është ndalur puna në orët e para të mëngjesit. Keku njofton se deri tek ndalja e punës ka ardhur si pasojë e rrjedhjeve të konsiderueshme dhe se ekipet e mirëmbajtjes dhe të ekspertëve teknik janë në gatishmëri të plotë për të filluar procesin e sanimit të gypave të dëmtuar. Bazuar në vlerësimet paraprake, pritet që ky proces të zgjansë rreth 48 orë, thuhet në njoftim. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile Shqiptare po zhvillon ushtrimin në terren rreth menaxhimit të stërvitjes komplekse të përmbytjes në disa zona të veriut të Shqipërisë, me ndikim edhe në zonat kufitare me malin e zi dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. E ne për të marrë më shumë informacione lidhur me këtë ngjarje, në një lidhje të drejtë për drejtë kemi kolegen nga Radio Televizioni Shqiptar, Melisa Xhoni. Melisa, përshëndetje, nëse më dëgjon, du të më thuaj e kanë filluar stërvitjet dhe cilat vende po marrin pjesë? Ju përshëndes nga Shkodra, po, ka nisur stërvitja që rreth orës 10 të mëngjesit, ku Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile Shqiptare në cilësinë edhe të institucionit drejtues në zbatimin e projektit Sud North Albania, të financuar nga Bashkimi Evropian i Mbrojtjes Civile, po zhvillojnë ushtrimin në terren mbi menaxhimin e stërvitjes komplekse të përmbytjeve, e cila ka nisur në fakt shumë mbrëmjen e datës 7 prill dhe do të zgjasë deri në 11 prill 2025 në disa zona të veriut të Shqipërisë, me ndikim edhe në zonat kufitare me malin e zi dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ky ushtrim në fakt ka për qëllim testimin e kapaciteteve për përballimin e emergjencave të shkaktuara nga përmbytjet, aty ku Shkodra mban edhe një peshë të madhe ndër vite fatkeqësisht të këtij fenomeni, si dhe në përmirësimin e koordinimit dhe reagimin ndërinstitucional në rast fatkeqësisht natyrore. Ndërkohë që janë zhvilluar disa ushtrime testuese, aty ku kanë marrë pjesë 8 vende të përfshira, mes tyre edhe Komisioni i Mbrojtjes Civile të Republikës së Kosovës, janë zhvilluar vazhdimisht ushtrime pra se si në rast të përmbytjeve apo fatkeqësive të ndryshme, se si mund të shpëtohet, si mund të bashkërndohet puna për koordinimin sa më të mirë ndërinstitucional, por tashmë edhe ndërshtetëror, aty ku Shqipëria, Kosova janë pjesë e saj. Po ashtu ka marrë pjesë Italia, Kroacia, Mali, Maqedonia e Veriut, ndërkohë që do të zgjasin ta ushtrimet e tilla
do të zgjasin deri në datën 11 prill për gjatë gjithë klumit Buna dhe Drinit. Aty ku le themi janë edhe dy fenomenet më të shpeshta, të cilat shkaktojnë përmbytje në rajonin e Shkodrës. Melisa, ne të falenderojmë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe sigurisht për gjitha informacionet që na i solle nga kjo ngjarje. Nderuar shikues, t'ju bëjmë dije që kryeministri Kurti po bën homazhe tek kompleksi memorial dëshmorët e kombit në komunën e Kaçanikut. Fillojmë pak me pamje të drejtë për drejtë, sigurisht kthehemi në studio për të vazhduar këtë edicion të lajmeve. Të paktën 98 persona kanë vdekur e rreth 150 të tjerë kanë mbetur të lënduar nga shembja e qatisë së një diskoteke në Republikën Dominikane në Karaibe. Në momentin e shembjes aty po mbahej një koncert i një këngëtari të njohur, ndërsa ende nuk dihen shkaqet. Sipas raportimeve, numri i viktimave dhe i të lënduarve mund të rritet. Pothuajse 100 persona kanë vdekur e më shumë se 150 janë lënduar në një klub nate në Santo Domingo, kryeqytetin e Republikës Dominikane, si pasojë e shembjes së qatisë së objektit. Numri i viktimave mund edhe të rritet ndërkohë. Ngjarja ka ndodhur në klubin e natës Jet Set në orët e hershme të mëngjesit të së martës, sipas kohës lokale, gjatë koncertit të këngëtarit Ruby Perez dhe bendit të tij, këngëtar ky i njohur, i cili është në mesin e viktimave. Në mesin e viktimave është edhe një ishlojtar i njohur i bejsbollit, si dhe një guvernatore e një province. Ekipet emergjente po vazhdojnë të punojnë për të nxjerrë nga rënojat ndonjë të mbijetuar eventual. Rreth 400 pjesëtar të ekipeve emergjente janë angazhuar në operacionin e shpëtimit. Juan Manuel Mendes, drejtori i qendrës për operacione emergjente, ka thënë të shpreson se njerëzit e bllokuar nën rënoja ende janë të gjallë. Mendes ka thënë se autoambulancat kanë bërë më se 100 udhëtime drejt spitaleve të rajonit, duke shtuar se me raste në përto ishin më shumë se një pacient. Njëri nga anëtarët e grupit muzikor që po performonte në këtë klub ka thënë se fillimisht kanë menduar se po ndodh tërmet. Nuk dihen shkaqet e shembjes së qatisë së këtij klubi të natës. Luis Abinader, presidenti i Republikës Dominikane, vend ky në Karaibe, u ka shprehur ngushëllime familjeve të viktimave dhe të prekurve. Pas zgjedhjeve federale në Gjermani, të cilat u mbajtën me datën 23 shkurt, duket se është gati arritja e një koalicioni. Sot po mbahet raundi i radhës i bisedimeve, ku pritet të arrihet marrëveshja për qeverisje. Liderët e Kristian-Demokratëve të Gjermanisë, e njohur si CDU, ata të Kristian-Socialeve, e njohur si CSU, dhe Social-Demokratëve, e njohur si SPD, janë takuar sot e me gjas do të arrihet marrëveshja për koalicionin qeverisës. Takimi mbahet në selinë e CDU-s në Berlin. Karien Prien, nënkryetaria e CDU-s, me të arritur në takim është shprehur në mënyrë figurative, duke thënë se jemi në metrat e fundit dhe beson se sot do të arrihet një rezultat i mirë. Markus Söder, lideri i CSU-s, ka thënë ta ketë ndjenjen se dita e sotme do të jetë ditë e mirë për Gjermaninë, por edhe Bavarinë.
Edhe Anke Rellinger, zëvendësliderja e SPD-s, ishte në të njëjtën trajektore si dy kolegët e saj. Jam e bindur se bashkarisht mund t'i kalojmë edhe këto metrat e fundit. Negociatorët nga 3 partit duan që marrëveshjen për koalicion ta arrijnë pas ditën e sotme. Nëse kjo do të arrihet, me gjas atë do ta prezantojnë në një konferencë për shtyp. Zgjedhjet federale në Gjermani u mbajtën me 23 shkurt të këtij viti për zgjedhjen e 630 deputetëve për Bundestag apo Parlamentin Federal të vendit. Koalicioni CDU-CSU ka fituar 28.6% të votave, e dyta doli partia e ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë me 20.8% të votave të fituara, ndërsa e treta doli partia e kancelarit Scholz, Socialdemokratët me 16.4%. Të gjelbërtit dolën të katërtit me 11.6% të votave të fituara. Të nderuar shikues, ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja të ditës, do takohemi në edicionin e orës 15. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.